Muslimanët në mbar botën festojnë nesër festën e Kurban Bajramit, ndryshe të njohur edhe si Bajrami i Haxhinjeve, sepse brenda ditëve të këtij bajrami kryhet edhe pelegrinazhi ritual në Mekë, ndërkaq me rastin e kësaj feste kreu i Bashkisë Fetare Islame në Maqedoninë e Veriut, Shaqir Efendi Fetahu, ka uruar besimtarët musliman. Fetahu nëpërmjet mesazhit të Bajramit ka porositur se festa e Kurban Bajramit është një festë e madhe që ngërthen në vete ngjarjet hyjnore, të cilat janë burim frymëzimi për ngritjen e vetëdijes së besimtarit mbi dashurinë dhe përkushtimin ndaj Allahut fuqiplot. Andaj, festa e Kurban Bajramit nuk është thjesht një ditë feste, por është festë që edukon besimtarin të jetë bujar, fisnikron shpirtin dhe zemrën, e bën pjesëmarrës në vepra të mëdha, e nxit të jetë solidar, të ndihmoj të varfurit dhe skamnorët, forcon lidhjet shpirtërore dhe shoqërore. Duke folur për rëndësinë e kësaj feste, Fetahu shtoi se festa e Kurban Bajramit na përkujton domosdoshmërinë e respektit dhe harmonisë kudo në botë. Allahu fuqiplot për këtë shkak thot në Kur'anin famlar: tek Allahu nuk arrin as mishi i tyre, e as gjaku i tyre, por tek ai arrin devotshmëria juaj. Në kohën e sfidave të mëdha, kjo festë e madhe e Kurban Bajramit na kujton se është e domosdoshme të angazhohemi në eliminimin e problemeve me të cilat përballet njerëzimi, të zhdukim varfrinë dhe të mbajmë qetësinë dhe begatinë e jetës, të kultivojmë vlerat morale ndaj anomalive të kohës, të promovojmë shpirtëroren në vend të egoizmit dhe xhelozisë, të përhapim paqen në vend të luftës dhe mizorive, siç na ndodh në vende të ndryshme, të vendosim dijen mbi ignorancën dhe rendin mbi kaosin. Ndryshe, Miftinia e Shkupit ka njoftuar se manifestimi qendror i Kurban Bajramit në Shkup do të mbahet në xhaminë Mustafa Pashës. Programi fetar do të fillojë në ora 4:40, ndërsa namazi i Bajramit do të falet në orën 5:39.